Bashkimi Evropian rrit presionin ndaj Shqipërisë për përmbushjen e reformave të integrimit dhe zgjedhjen e një presidenti sa më konsensual. Ambasadori i Holandës Henk van den Dol dhe ai i suedis Lars Vahlung, duke folur njëri nga Elbasani dhe tjetri nga Gjirokastra, theksuan nevojën e mbylljes së reformave të kërkuara para nisjes së procesit për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Komisioneri Fyle ka thënë se hapat e domosdoshme për të ndërmarrë sa u përket reformës elektorale dhe asaj parlamentare do të duhet të ketë mbaruar para se të nisë fushata presidenciale, kështu që ka shumë punë për të bërë. Mendoj se për këtë çështje procesi duhet të jetë gjithë përfshirës dhe transparent. Mendoj se do të ishte një tregues i mirë për organizimin e procesit. Sa i përket 12 kritereve për statusin e kandidatit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kjo është diçka për të cilën duhet punuar me shumë kujdes dhe sigurisht për të patur një raport progresiv i cili do të prezantohet në vjeshtën e këtij viti dhe deri atëherë ka mjaftueshëm kohë për të bërë një punë të mirë. Mendoj se ka disa çështje të cilat duhet punuar, si roli i ligjit, lufta ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, të drejtat e njerëzit e të tjera. Ndërkohë, duke folur për pasardhësinë e bamirtopit, ambasadori i Holandës thotë se presidenti duhet të dalë nga një proces konsensual dhe gjithëpërfshirës dhe të arrijë të gjejë miratim që në votimin e parë në Kuvendin e Shqipërisë. Do të ishte gjëja më e mirë për Shqipërinë nëse parlamenti bie dakord që në raundin e parë dhe me 140 vota. Kjo do të thotë se mund të kemi një president me përfaqësinë e të gjithë të popullit shqiptar. Kushtetuta preferon një president konsensual dhe është simboli i bashkimit. Bashkimi Evropian është mjaft interesuar për procesin e përzgjedhjes së presidentit, pasi kjo kushtozon antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Edhe ambasadori suedez kërkon një proces gjithëpërfshirës dhe që presidenti të jetë rezultati i konsultimeve mes palëve. Nuk dua të përfshihem më shumë në këtë çështje, por mendoj se është e drejtë çdo vendi, gjithashtu edhe këtu, që ky proces të jetë gjithëpërfshirës dhe transparent. Proces i shoqëruar me bisedime ku palët të bien dakord për kandidaturat. Ambasadori suedez Vahlung gjatë vizitës së tij në Gjirokastër është takuar me kryetarin e bashkisë, ndërsa ambasadori holandez mori pjesë në një debat publik me temë Rritja e demokracisë pjesëmarrëse në nivel lokal në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan.